Vazhdim të ushtrimi 3, jepen elementet sylfur me zën 16, kalcium me zën 20. Trego formulën elektronike, thot për atomin dhe ionin. Atëherë, bëjmë për sylfurin me zën 16 edhe për kalciumin me zën 20. Fillojmë për sylfurin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Për pjesën që nuk e kanë marrë shpërndarjen ose konfigurimin elektronik, mund të bëjnë shpërndarjen si që bëjmë në pas të shtresave KLMN 2, 8, 6. Atëherë shikojmë që për plotësuar tetëshën elektronike, sylfuri duhet të marrë 2 elektrone dhe të kalojë në ionin sylfur 2-. Pra, konfigurimi do jetë i njëjtë, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 plotësohet shtresa e jashtme. Ose në formën tjetër shpërndarjen do kishim 2, 8, 8. Kalojmë te kalciumi, bëjmë shpërndarjen 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Atëherë, shikojmë shpërndarjen e zakonshme do kishim 2, 8, 8, 2. Duke qenë se kemi te grupi 2A, kalciumi do largoj 2 elektrone dhe do formoj ionin kalcium 2+. Atëherë ikin elektronet e shtresës së jashtme edhe shpërndarjen elektronike do e kishim 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ose 2, 8, 8. Pra shikojmë që ioni sylfur 2- dhe kalcium 2+ kanë numër të njëjtë elektronesh ose ndryshe këto dy ionet quhen isoelektronik me njëri tjetrin. Shikojmë tek B-ja, gjej grupin dhe periodën. Atëherë fillojmë për sylfurin, për gjetur grupin edhe periodën. Atëherë perioda është perioda e tretë, ka 3 shtresa, ndërsa grupi mbledhim me elektronët 2+4, grupi i 6A. Ndërkohë për kalciumin jemi te perioda e 4, ndërsa grupi i 2A. Shikojmë pikën C, shkruaj oksidet dhe llojin e tyre. Atëherë, duke qenë se sylfuri është jo metal, do formoj okside acide. Në bazë të valencës së sylfurit, i cili shfaq valencën 2, 4 edhe 6, ne dim që okside formojnë vetëm me valencën 4 dhe 6, duke qenë se valenca 2 është e paqëndrueshme dhe jepet vetëm tek sulfurat. Atëherë kemi dioksidin e sylfurit edhe trioksidin e sylfurit. Ndërkohë, për sa i përket kalciumit, kemi të bëjmë me metal, kështu që tipi i oksidit do jetë oksid bazik. Kalciumi e ka valencën 2, atëherë oksidin do ta shënonim CaO. Kalojmë te pyetja tjetër, trego cili ka veti oksiduese dhe reduktuese. Atëherë ne dim që jo metalet karakterizohen nga veti oksiduese, ndërkohë metalet nga veti reduktuese. Shikojmë ushtrimin 4. Thot, ioni X2+ ka gjithsej 18 elektrona. Gjej numrin atomik Z, grupin periodën, përbërjen që formon me klorin. Duke qenë se ne dim se sa elektrone ka ioni, atëherë ioni është formuar nga atomi i cili ka larguar 2 elektrona. Atëherë ioni ka 18 elektrona, atomi do të ketë 20. Për të bërë grupin dhe periodën, bëjmë shpërndarjen 2, 8, 8, 2. Atëherë kuptojmë që jemi te grupi i 2A edhe perioda e 4. Përbërjen që formon me klorin.
Atëherë kemi X plus klor. Duke patur parasysh që X ka valencën 2 dhe ishte të grupi 2A, do të formoj një krip me klorin, ku X ka valencën 2, ndërsa klori shfaq valencën 1, XCl ndyshe. Kjo është një krip. Shikojmë ushtrimin 5. Joni X3 plus ka 24 neutrona dhe formul të shtresës së jashtme tre për 6. Gjej numrin atomik dhe numrin e masës së elementit. Atëherë, ne dim që X ka larguar 3 elektrona, ka kaluar në X3 plus. Këtu ka 3 për 6 shtresën e jashtme. Atëherë, bëjmë shpërndarjen për 3 për 6, 1 së 2, 2 së 2, 2 për 6, 3 së 2, 3 për 6. Kemi 18 elektrona, atëherë më përpara ka patur 21 elektrona. 21 elektrona, atëherë ne dim që ka 21 protona dhe 24 neutrona. Numri atomik është 21, ndërkohë numrin e masës ne kemi numrin atomik plus numrin e neutronave. 21 plus 24, 45. Shikojmë ushtrimin tjetër. Galiumi ka 2 izotope. Galium 69 dhe galium 71. Ku numri i protonave në bërtham është 31. Trego ngrimcat subatomike për secilin izotop. Atëherë vendosim galiumin nga anë 69, ndërkohë dim protone 31 pra zën. Ndërkohë kemi izotopin tjetër 71 dhe 31. Atëherë këtu kemi 31 protona, 31 elektrona, ndërkohë 69 minus 31 kemi 38 neutrona. Ndërkohë këtu kemi 31 protona, 31 elektrona edhe 71 minus 31, 20 neutrona.